Ka koma njerëz që thonë që shiko se ashtu është i punë, se pse zvajti Rama në Davos, madje në një emision që isha dje, më iku truni e thash, i kishte vajzën e tij këtu, çfarë mundin do bëtë në Davos? Më mirë të jesh një dhe i vetëm, i parin katun, apo të jesh një i 60 në qytet. Fal. Edhe se ke mendje, po le më burr. Këtë gjë unë kam menin, sepse vetëm menin kam, gjë tjetër s'kam. Meni qik perverse për ne. Pra, jemi në fazën që njeriu më i fuqishëm në botë, po tenton të pushoj një luftë. Kush u dëgju në Davos? E para, kush u dëgju? Përveç se 3 vetëve. 3 vetë u dëgju në Davos. Tjerë asillie o njëri me i pa. Prandaj të pëlqej. Kjo pra është. Prandaj të pëlqej. Më kuptoj. Unë dëshi jam me atë që do kry punët e botës. Se nuk i kry Trump, i kry ky. Këte kalon Trump. Me këte jam unë darë. Ti më thumë unë që si në Davos. Në Davos që të bëj? Dalë foto me shokun tem, me mikun tem, me që të bëj në Davos. Nuk ka rrita kuptoj, jo me sinqeritet. Po mu më ndëgjom. Problemi unë kam thonë, ka kohë, dhe kam qenë i parë që kam thonë, kjo është linë si organizat terroriste, dhe këto nuk din gjotet, për shumë po të shovësh, ta janë të premë si ata që ngretën në Iran, si ata që ngretën në Libi, thash me të njëjtën shapkë. Problemi është që me vite, Europa lindore, këto i kaloi, 5 vjetë, 10 vjetë i kaloi, nuk e di se si i kaloi, nuk e kam bo këtë studim se si i kaloi, po i kaloi. Ne kemi ngel aty. Ne kemi ngel ki viti 25-26, erën sa traktor, dhe grupi këtyne, se janë një lojta, nuk se kanë ndryshu. E i thënë, traktori të ha tokën. Po të fusin traktorin, do më është, unë ato thashe themet, që thoshen, qa thashe fjallë goje, pa shumë pra ke thonë. Të fanë tokën, edhe... Sa mirë i banë, më më gjë. Jo, po, janë rena shumë të qmëndura. Dhe këto tani për shumë, sepse terrorizmi vazhdo, dhe qarë, po shpjegoj shumë thjesht, është kjo, që këto e kanë të ndërtuar, Rama të futet në burg dhe unë do vim pushtet. Nuk vje. Po nuk të vuni Trumpi, thot, sal Berishën. Po. Jo Partia Demokratikë, se prap do dali 2 në aty. Po sal Berishën, e du kryeministri. Se thotaj, troq. Aty jemi në rregull, ngrem durët. Se është bërë kështu, dhe nuk thot si ata të parët që se të drejtat e njeriut, se demokracia duhet fitoj. Po më pëlqej se është shtremët më, më pëlqej se hanohet. Edhe du këtë. Qa të bësh? Si tha asaj të Venezuelës, si tha ti priti, tha shumë mirë bëre që ma dhe atë Nobelin, i tha, po nuk bën pëse nuk ashtu. Po Macron, po le atë që Venezuelës, si varja asaj të Venezuelës. Macron që gjitha e Francë. Ashtë Francë, në të roshim ne, që po të na fliste i francez, du boshim më kinga, më para në vetës, këtë ashtu në dukte, si u boshim më të gjatë, më të bukur. Ajo u talë me Macronin, në bëni Macronin lëmsh. Macron. E, qiko. Ti tha, dhe fjallën... Në sjetë ti edhe 2 muj pushtet kete, hec ta. Po si pa asaj të Zvicrës, se që është një president aty, një grufa, si mba të më nda se emrin. Nështë si puna ime, më që duhen emra. Dërsa, ky nuk ishte rëndësi, me gjitha kishte ardhë vajza rinë të 3 ditë këtu. Po e bukra është, pse zvajti Rama në Zvicrë? Si amajt. Qi kushton të? Po e solë njerë muhabetin, sikur gati nuk hynë të do të Rama në Zvicrë. Jo, nuk më bëm për shtypi kjo. Po, okej, këta lodhen për të gjetur një fabull që shikose, ne jemi mirë. A i vazhdo në shnon grata aty, po kanë haruar atë të anglisë, që se anglezët si ka thënë, ti ka një gosht, do të zedera. Gosht, nuk e në dajnë gosht, në të është gosht dhe salës, dhe kush do të galojnë sigjet. Ma ti i thash një, është zotër i thash, dhe po ja heqin Amerikanët, nuk ja heqin anglezët, se ata e kanë me vendim gjyqësor që e kanë të shenjtë, dhe momentalisht Europën e bëjnë lëmsh anglezët, apo jo? Këtë je dakord edhe ti në këtë pikë. Pa tjetër. Pa tjetër.
Se patjetër nuk je shumë entuziast, ke marrë një kërcënim kështu. Jo, po nuk e as anglisht tamam nuk e bëjnë, ata e bëjnë të kuptohemi, po që janë këto që shah ky, për shembull, Sala harro që e ka plus Soros në pushtet. E harro që Soros në fakt, domethënë ajo lloji ke llafin raca e Sorosit? Bravo, am kuptoj, kështu që mos përmundi me emra. Ato merr një mesazh sot, am kuptoj, kisha qit diçka, sinqerisht merr një mesazh në Facebook, shoku na ka dalë se do ta heq Facebookun, të heq telefonin. Të i bërë nevojtore. Me sinqeritet, ako vjetë të tregoj mas sasaj. Të bëjmë më shku të nevojtoria publike. Bling, boni 4 herë, më kishte bërë në jenë ndime. Mesazhi 4 herë, shoku tha, të mbledhësh me në ndi tha? Dhe vunë goshtën. Dhe, pra, vitet 90, po të ndëgjosh Zotin Soros, unë jam si këta gjithëm Soros. Po qatë, jenë të rësiti. Po të njështë Zotin Soros, gjatë bisedës që pat me një gazetar, se po hajesh me Trumpin, se me Trumpin hajet rahataj. Po, Trumpin po janë mrena një shtetë. Po. A ty e ke lirin e fjallës? Po. Trumpi paka shumë i tha që unë nuk e kam nevojë në kësaj gjuhë state mos, flas vetëm duhet edhe mbaroj muhabeti, se di jam kuptoj. Kurse ky thoshte jo po ta çojmë demokraci, jo po ta bëjmë këtë, ta bëjmë atë. Kto ishin Soros. Nice. Më lëra hasë jam 80 vjeç që pa s'kam kohë të mball. Jo, s'kam kohë fare kam, nuk e di sa jetë nga ngel, sa të merrem me këto potolli që merr ti. Më les ta se sqarojmë këtë punë. Dhe Soros i tha i gjotë bukur, i tha unë dhe kam shërbyer Amerikës shumë se Trump, sepse të gjithë vendet e lindjes unë i kam rrëzu. Të e keni intervistë në Sorosit. Të shti ky sal, ku shatë Soros, se që ku fillet me shatë Soros, ky s'djek do të moj gomë. Në s'djek malë, ato s'nesin as cigare, ma. Okej. Sa i duhet japi lejen. Se do thot në njoni sa pas ke pi kena pi vetëm ujë, por është kaq fani e gjitha kjo shumë sa gjë se më thonë qysh dhe jam i deur më mjafton kur hy lexoj syrin dhe kur shoh komentet e këtyre çunave që flasin për rami që ka frikë që të shkoj aty shiko. Me thënë të drejtën, edhe sikur ti jesh armik i Ramës, edhe mos jesh në një fan si ti, unë nuk hyta fansat e ti nuk hyn, ti s'do as vetën, të dusham. Po, Amerildo, vjen një moment që njeri u dorëzohet, edhe thot, prit, do vi një kohë që diku do t'i rëshqas këmba edhe këti, më kupton? Por, ndërkohë, Vučić ja çun patkojnë në Beograd, i tha nuk ke për ta bërë ndërtimin. Dhe ky i tha, "Bi lekës, ti bëj unë", tha. Ku do ta ngulësh piketën? Do ta ngul piketën, tha, në Filan Band. Dhe investimi ka kaluar nga $1 miliard në $1.4 miliard. Okej. Do bëhet Zvërneci, po ki parasysh që Zvërneci këta kujtojnë se është fshati Zvornec të manastirit, do në marri manastirin se s'kena edhe ku mu falje, ke parasysh. Aty e kena. Ne me Sulejmon Semi që do me marrë në i xhami mere bëjnë në i punë. Me gjithë hoqë. Me gjithë hoqën merë. Edhe këta, po nuk do marri as manastirin, kjo kishte filmuar atë Portonovon, ku zakonisht mbyten 2 veta çdo vit, dhe ka në përgjithësi ose gjerman ose polak që janë dru gjithë kohën. Ata edhe birrat i marrin nga Gjermania, do me thënë, ai dyqani fshatit Zvërnec nuk ka fitimi nga këta që vinë, pina shash gjithë kohën, madje edhe atë që bëjnë e marrin me vete se e shesin Gjermani si ple organik. Pra, aty do bëhet në një kënet ku ka vetëm bretkoca, ku nuk e di sa ka për jo kënet, është ligatin, do më thënë tip balte, thithë, se që kush e di sa do hidhen aty të mbushet që të filloj të ngrihet resorti. Si duket asaj i pëlqen se një janë me Floridën. Ke parasysh plus s'ka krokodila. Dhe gjitha këto, gjithashtu do bëhet edhe Sazani që
Më thënë drejtën, ja luti Fener ama se kur shikoj gjithfar që kanë edhe titullin profesore dhe thonë që siç na ushit toka jon. Po toka jon i bie që i është shitur edhe Zamos, edhe Dulakut, edhe se kështu e konceptojnë Po këta. këtë që e bon tokë xhan me që edhe në morën Po pra, paqit fare. po që morën portin. Dhe, do të thënë ka një problem shumë ma konceptual, dhe unë them, o Perëndi, falla vinë, paktën ato tragedët greke nuk do lëshojnë kakat që i lëshojnë mu përpara, për çdo vit i lëshojnë o kaka o naftë lëshojnë aty. Për të nxjerrë shpëtimit, se do vi më thënë në një nga këto anijet amerikane do t'i thot kapitenit tash ti futu i qiki do ta hash gjithin, tu s'ke pëlton as i pik. Nuk e ha do ta hash dorë nuk ikën për ndaj pa ngrënë gjithën. Macron. Macron. Edhe thekët të bukurën ti kush ishin tre ishin. Trumpi, Macroni që u tallë, unë nuk e di se tha Macroni u mor vesh ishte Macroni vetëm se u tallë me Macronin. Edhe ky i Kanadas që bëri një fjalim tha okej, u pa puna, tha do veshin brek hekuri, tha. Jo, ky do më thënë unë e kam... Mu pëlqeu, e kam një gjutë pak një 4-5 herë. Po ironia është, sepse është si puna karmas. Karma is a bitch. Ky është një nga ata që ka marrë pjesë në për këto luftrat, si në Irak, si në... Sa mirë mban biografit, Po duhen më burë. Dhe aty doli tamam i përdhunume, ka fol nga shpirt, më pëlqeu kështu si tekst, si kompozim. Po you are a fucking cunt, sepse s'ke as një vit përpara ke po nomi në përbot. Një vit, 2 vjet përpara, le të themi pasat vitet Trumpin, nuk e di jam këto. Në fakt je më i dhije se Trumpi, por që më pëlqet është ky momenti që unë e di se ku jam. Po kur shoh ty që shpërfytyrohesh, është like happiness. Tip gëzimi. Se ky tha gjë të bukur, tha mendojmë që kjo në fakt ja vlen për çdo lloj kombi. Kur pranon tha urdhrat, kur bashkëpunon ose pranon urdhrat e tjerëve, mendon tha që do fitosh sigurinë tënde. Nuk është e vërtetë. Dhe ka thonë fjalën më me vend. Po i dini nga shpirt. Pra, po them nga këtu, nga kërthiza, nga gjeni vetëm. Unë s'kam një gjuna i në sinqerisht, do ishta boko që në i burë shtetit kështë vol me aj shpirt, i ka vëjnë të fort. Po unë ka dhim që 19, kështë që unë isha, isha ka të qesha mu nga surrati, sepse gjithu e do të tërkishu, do shkota të qesha mu më surrat. Ma ke bonën më mbëvjet. Bravo, me këto portë të tuja ka me zgjedësh, e sa kombe ke non i ke shkri.